Opozita e drejtuar nga Sali Berisha do të mbajë një protestë kombëtare më 22 dhjetor para kryeministrisë me kërkesa për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe formimin e një qeverie teknike. Mendoj që data 22 dhjetor të jetë data e protestës parë të përgjithshme kombëtare. Kryedemokrati shpalli datën e përshkallëzimit të aksionit politik në mbledhjen e kryesisë së partisë, ku tha se protestat janë në bazë të strategjisë së përballjes me rivalët politik. Është sakrifica jonë për të larguar këtë qeveri që nuk ka zgjedhje, që nuk lejon zgjedhje. Kush është në lartësinë e këtij misioni, angazhohet. Kush nuk i përgjigjet dot, del anash. Por paralelisht me protestat, Berisha lajmëroi radikalizimin e aksionit në parlament, duke lajmëruar prerjen e bisedimeve me mazhorancën për reformën zgjedhore e atë territoriale. Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati për çdo lloj personi me palën dhunuese. Kryedemokrati tha fjalët e fundit edhe për çështjen e firmave të demokratëve për Endri Shabanin, që më pas u zgjoll me votat e socialistëve në krye të avokatit të popullit. Ka qenë një akt i nxitur dhe një gabim i çdo njeri që ka firmos. Përsëri kërkoj ndjes publike. Demokratët prej gati një muaj mblidhen çdo të hënë para kryeministrisë në atë që kanë cilësuar si kuvendi qytetar, ndërsa Saliani ka nisur një seri takimesh të ndara me bazën.